Për Taulan Ballën dhe shokët e tij, sot dita ka qenë një ditë shumë e mirë për drejtësinë, sepse është një drejtësi e cila dëgjon 4 orë gjysmë një gënjeshtar, e kupton, i cili 50% dëshmisë nuk e mbante mend, edhe 50% i referoi mediave, po jo konkretisht e cilat. Edhe ky është një problem shumë i madh e pat. U konstatua gjyqësisht që kallëzuesi dhe dëshmitari Taulan Balla nuk dinte çfarë akuzash kishte bërë në kallëzim. Thoshte korrupsion ndërkohë që ka bërë kallëzimin për shpërdorim detyre. Ju e patë që vetë akuza kundërshtoi një pjesë të dëshmisë së tij. Pra, shikoni, kjo është prandaj ne kemi thënë se është çështje pa fakt penal, edhe një çështje e sajuar, edhe unë sot mas gjithë dëshmisë kam dyshime shumë të forta që jo vetëm që ka konsumuar elementet e kallëzimit të rrem, dëshmitari, por ajo do dhe një çik hetim sepse bën vakiqe dhe mos e ketë bërë vetë kallëzimin. Tani ne e pyetëm zotin Maltezi dhe pikërisht kjo ishte pyetja, duke qenë si u pretendoni që ka gënyer. A do ta kallëzoni sërish Taulan Ballën? Po shikoni, Taulan Balla është kallëzuar një herë dhe përgjigjja nuk është kthyer, nuk i kanë hyrë themelit, kanë thënë që nuk ka mbaruar çështja. Sot është një situatë tjetër, po ju shikoni, ka vërtetoi vetë Spaku. Spaku kundërshtoi një pjesë dëshmisë tij. Pra, ai nuk i qëndroi as atyre thënieve që ka thënë Spak. Dhe ky Spak që merr në kallëzim me shpërdorim detyre dhe kalon në korrupsion. Çfarë kundërshtoi Spaku? Kundërshtoi një element për një lidhje me një studio, po nuk ka rëndësi, shiko. Po pyetjet e Spakut si do duken sot? Po shiko, Spaku e mori ditën e punës sot. Kështu që se proceset janë kthyer në ditë punës sot i Gjokutaj? Po patjetër në ditë punës sepse po ja pra, kjo është super çështja dhe ata po nuk kanë çfarë pyetje të bënin. 2 pyetje bëri prokuroria, edhe një pyetje në fund që deshit gjykata nuk e lejoi sepse nuk kishte lidhje me çështjen dhe me akuzën. Pra, shiko, si pari i një procesi fals do kishte këtë fytyrë edhe këtë tablo. Çfarë doni të kuptoni ju zoti Gjokutaj kur e pyetët dëshmitarin Balla nëse kishte vënë apo jo në vlerëni Ramën për kallëzimin? Jo, sepse sigurisht ka të bësh kallëzim për një çështje të tillë, ku edhe zoti Rama ka qenë involvuar në këtë çështje, bile ai ka paraprirë me akte konkrete që ka firmosur, ndërkohë që Taulanti na rezulton më me reakci për pronën publike dhe për pra në këndvështrimin tuaj Taulan Balla i bëri puç Edi Ramës. Nuk e di ti këtë bërë puç, problemi është që... Tani na sqarose, nëse Rama ka qenë involvuar dhe Taulanti ka bërë kallëzim... Mos u nxef, Klodi. Nuk po nxefem për pyetje zoti Gjokutaj. Klodi, tashi ju do të japim një këshill që vriteni dhe ju nga një çik mendjen, jo të gjitha do ja japim neve gati. Po tani keni mundësinë për transparencë zoti Gjokutaj. Edhe një vretje kam që kishte shumë gazetar fillim dhe në fund ngelen sepse kishim një më profesionistët. Atëherë, nëse na referosh një pjesë ne zoti Gjokutaj, ja po e sqaroj, dolëm sepse kishte një antar të Partisë Socialiste në Spak zoti Gjokutaj dhe u konsiderua dhe ajo shumë e rëndësishme. Një ministre aktuale dhe besoj që ju e kuptoni këtë gjë. E kuptoj. Megjithatë të përshkuar tek zoti Rama, besoni që do të edhe ndjeshmërinë tuaj që keni ndaj këtyre socialistëve në Spak. A do përballet sipas jush, a do vijë Edi Rama të përballet me Sali Berishën? Për pikën e votës. Po ky është një vendim gjykate, Klodi, nuk ngelet opinionit tim. Ne kemi kërkuar, ata e pranuan, tashi unë mendoj që Edi Rama nuk ka luajtur mend që mos vinë gjykatë. Është një skandal enorm, do të thotë një skandal shumë i madh, ndërkohë që ai duhet të vijë sepse ka detyrim ligjor, pra shikoni, nuk është në diskrecionin e tij të vijë, mos të vijë etj etj. Duket që çfarë të keqe ka që patëm zoti Balla disa herë u referuar që ishte marrë shtysë dhe nga shqiptarët e kom që ishte bërë investigim. A nuk duhet nisin hetime edhe kur bëhet një investigim në media? Absolutisht, media është një nga burimet më të fuqishme, por problemi është që Taulanti mediave u hodhi topin në gjykat, ndërsa në kallëzim dhe në dëshmi, në deklarimin që ka bërë në Spak, nuk përmendet fare media si burim informacioni. Këtu është gjithë problemi që e kupton. Këta që thonë sot nuk thonë nesër. Pse? Sepse çështja nuk ka fakt penal. Mund të flitet për gjithçka, po për thelbin jo.